Se po vjen si plumbi shtruar, ta shpëtojmë ndën, hej. Lezhë solli në kujtes heroin ton kombëtar, Gjergj Kastriot Skënderbeu. Me rastin e 621 vjetorit të lindjes së tij, u organizua një veprimtari përkujtimore në memorialin e Skënderbeut, ku morën pjesë autoritetet lokale, qytetar, si dhe përfaqësues nga të gjithë trevat shqipfolse dhe diaspora. Nënkretarja Bashkisë Lezhë, Eoeda Molla dhe prefekti i Qarkut Lezhë, Taulant Malshi, vlerësuan kontributin e Gjergj Kastriotit në historinë e kombit shqiptar. Sot përulemi me respekt dhe krenari përpara figurës së Gjergj Kastriot Skënderbeu, në 621 vjetorin e lindjes së tij, një datë që nuk është thjesht një kujtesë historike, por një thirrje e fortë për vetdije kombëtare. Në këtë ditë me rëndësi të veçantë, nuk mund të mos ndalemi me krenari tek një nga momentet më të rëndësishme të historisë tonë kombëtare, i lidhur ngushtë me këtë vend ku jemi sot, ku vendin e Lezhës. Ishte pikërisht këtu ku princat shqiptar lanë mënjan dasit dhe u bashkuan në udhëheqjen e Skënderbeut, duke krijuar një aleancë që do të shënonte fillimin e një qendrese të lavdishme për liri. Ky akt nuk ishte thjesht një marrëveshje politike, ishte një dëshmi e fuqisë së bashkimit, një mesazh që vazhdon të mbetet i gjallë dhe sot. Ky vend kur zhvillohet ky aktivitet nuk është vetëm një hapësirë për kujtimi, por është simboli i bashkimit, simboli i qendresës. Dhe ndër vite ky simbol ka dhënë ndikimin e tij në përballimin e gjitha erave dhe stuhive që kanë kapluar kombin ton ndër vite. Prania juaj sot nga gjitha trojet shqiptare në fakt është një dëshmi se figura e Gjergj Kastriotit Skënderbeut është pikë referimi e përbashkët që na bashkon gjithë shqiptarët përtej kufijeve dhe në gjitha trojet që kudo ndodhen dhe anë mban globit. Skënderbeu gjatë jetës së tij tregoi se ishte një luftëtar i paepur për liri, strateg ushtarak genial, burr shtetash i guximshëm, diplomat vizionar. Ai drejtoi me rezistencë dhe qendresë të pathyeshme luftën në shumë vite ndaj osmanëve. Aktiviteti organizuar nga Bashkia Lezhë u përshëndet edhe nga përfaqësues të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të cilët theksuan rëndësinë e ruajtjes së trashëgimisë historike dhe frymës së bashkimit kombëtar. E pam të arsyeshme se 6 maj duhet me na gjetën në Lezhën legjendare, pikërisht këtu, ku para 400 vite e bëni bashkimin e kombit edhe i mallit Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Është një figurë që i kaloi ato përmasat kombëtare, kaloi në përmasat botërore, në civilizimin, në demokratizimin dhe lirinë e gjithë globit. Veprimtaria përkujtimore u përmbyll me një koncert muzikoro-letrar, duke e kthyer këtë përvjetor në një moment reflektimi, krenarie dhe bashkimi për të gjithë shqiptarët. Ta shpëtojmë ndën.